Te një herë këtë vajzën e ke rujt. Këtë 14 vjeçare. Pa. Pikur ka konë fëmija. Pa, pi 5 vjetë. E ke rujt. Pa, i kom rujt. Kujdestare ka konë për atë. Pa, për atë. Për arsye se? Se ishin varë për atë. I kum dimauë. Non e vete? Non e vete shkonte, udhë në verente, unë u kujdesha për këtë jo sa për këtë fëmijët u kujdesha, i qëllojsha. I kishe 3 fëmijë? 4 i kishte. Po? E në i pësha bukë të hajnë, sa jo pa bukë i linte. Hecte, shkonte tërma të poshtë, nuk i qëllonte. Në më vete gjunajnë, unë dimojsha. Pa. E në të mëndë të i kujdesha për këtë? U kujdesha, pa. E në njëherë pakës ma qartë. Në kjo vajza unë njoftu me një burë. Pa. Sa vjeçari që i buri? Po 45 i kishte. Kjo 14 vjetë, a i 45 vjetë. Pa. Emrin? Ene? Ene shkoj me atë, pi banese më hiki ajo muë. Hiki? Po, hiki pi banese. Mur patikat, ajo shkoj mas shkallë, shkoj për shkallë dhe unë nga rënë që mas atë. Ene vleja sa nga rënë, të ajo shkoj. Në 9 mujtë aj. Të ki buri 45 vjeçari jetoj kjo 9 muj. Po, 9 mujtë jetoj, kaj. Në përna e kanë ditë mishira këndi nga rreth rrotullimi për para se shkojshin nga stivar, për pagesën nga stivar. Po. Se nuk i di, shumë merë, nuk i di. Aje ka shet këtë me pare. Në përna ki 45 vjeçari këtë e ka shit. Po, e ka shet me pare këtë. Këtë saucën. Këtë saucën e ka shet. Bas 9 mujve kjo u këthyt prap. Po, më lutit tete sa, a i tha më kalan, se e ka shet me pare, si e ka emnin, kretë më kalëzoj. Në ti tha drejt se e ka shit me pare, ku e kish qu me pare? Me ka qu me pare në stripsis, e ka shet gjithë natën, e ka shet gjithë ditën ka fletë. Ja ka dhone në drogën, në cigare, në drogën, në kretë që ka dhone. Kur e vajzën mas 9 mujve, si ishte, në qëfar gjendje ishte? Ajo psihishk ishte smund. Një muj ditë ke psiatrin Shkup. Në bas të më thonë, për u këthy, mas 9 mujve, si u bo që shkojmë psikiatrin Shkup? Pa vetë, e di është u smues, babën e kam Bardovskja. Shkojnë 1 muj, atje kom shku... Psikiatri Shkup, do më thonë 1 muj. Pa. Po, fjallën, te do më thonë, kur erë vajza në të tha se e ka shajt filon fistemi 45 vjeçare. Në social në e paraqita. Do më thonë sociale, shkove e lajmërove. Pa. Psikiatris. Si shkojmë ma pa procedura? Pa procedure kësaj zunë me pare të shkoje. Do më thonë, zunë me pare të shkoje, të qitet. Ama dilte pite banesa jote? Pite banesa e me dilte, po. Këto burat, si vishin? Pa, këto burat në telefon e thershin. E thershin telefon. Po. Qania e ka thejre, ka marrën, e ka mbaj menat. Do më thonë, vetëm kalzoj emën, biemën, moshën. Biemën nuk vadi. Okej, që unë i kom emrat, biemrat, moshën. Se Që nga në rashti, ishte i moshës? 55. 55 vjeçare. E vinte e merte? E mirte me rapat e para banese. Po. Shkonte rente me nataj. Ene? Mrapa e binte ditën prap banese. Këtë 14 vjeçare? Po. E bin, e sjelte prap? Po. Qetër? Sësë? I tetove? I tetovës është. Ku jeton bash? Pa të jafër Ronaldës. Atë me shpeja është. Po. A ishte taksist. Një dihere më ka pa me atë. E në u lidhen me... Unë e sa e punoj sa këtë punë, sa shesta femna. Ki dhe me thonë, kishit të femna, pa? Se vjeçar ishki? Po ka në 60 e kusur. 60, po, nuk i di ta mama, më në qështoj unë. Ki dhe me thonë e punoj të këtë profesion? Këtë punë e ka punau. Më rapazunën në Skenderin e shete me pare. Këtë shete me pare, sa pare shete? Ku i di 150 miliard tip të kësajna. Këtë 14 vjeçare. I zë është pistrëmnice, sa mosh kishte ky? Po ki e në ki këtë 58 është. Vinte ky e merte? Po. E në dilte, në hotel shkojshina. Me këtë 14 vjeçare? Në hotel kënë shkojnë. Si, a e shite në kitë tjera, veç e mirë të për vete? Veç për vete e mirë. E pagojte 150, 1500 Po. Ene? Ene e binte prap, ja i të pare të ne binte prap. Kur vinte kjo vajza? Pa jo mi kalzon të thonë të kom kalzon që ka shpare. Ene i mban të paret me veti. Qështë?
këto qerët Isha me Iza? qira, po. Po. 72 ka, 70. I e 72 vjeçar pi? Pi kamjani. Pi kamjani. Po. Po? Ishte. Mhm. E isha me qira unë, ki më tha 150 e kam banesën, ama sa dhe talon sa 130 euro, sa tha dhe njëherë sa ta kem sa këtë. Këtë Po, këtë Sa vjeç ishte ki? Po 72 ka. 72 vjeçari, Po. dhe me thonë, e të mërshme histori. 72 vjeçari ka shku me 14 vjeçarin, biznismeni nga kamjani. Po. Ka pas pare. Do me thonë, do me thonë, ki kamjanit, vala juve banesën. Ma lirë, shi ta mare këtë vajzën. E në Po. ti thonë, okej. Po. Vinte ky e merte, Po. a e shik të kja jo? Jo, për vete. Do me thonë veç për vete. Po. Kishtë atër, kur vinte kjo vajza, qka thojte? Ase, veç i kalzon të paret, sa i ka donë, a i pëte ma shumë, ka 50 euro, Do me thonë, ki 100 73 euro, vjeçari, i ka dhënë ma shumë pare. Po. Aha. E në banesën alla ma lirë. 20 euro ma lirë. Po, 20 euro. E pagush ju ma lirë banesën, a i vinte e merte Po. 14 vjeçaren. Gostivari. A shëja është pi gostivari, sa vjeçari shki? 60. 60. Edhe amëja prej reqicës vogël, Maqedonesja AP i ka njoftu me këto burat këtë 14 vjeçaren. E ta Po. do me thonë vinte kjo AP-ja Maqedonesja, gruaja Maqedonesja të ju, të ti e merte këtë vajzën. Ke njëherë të une, Po. mëra pa u kontaktëshin telefon. Me vajzën. Po. E vajza dilte poshtë, Dilte poshtë në shkonte të ajo. dilte me këto Banes, biznismenat. te banesa ajo Te saj. banesa kësaj, do me thonë, Po, është te bo krejt. banesa asaj e kem bëha. Thonë, këto 4 bura, këtë mbi moshën 60 vjeçare, e kam përdhunu këtë 14 vjeçare, Po. te banesa e kësaj Maqedoneses, Po. AP. Po. E kjo e ka njoftu me këtë të reqisës vogël, me këtë të gostivarit, biznismenat. Po. Pi ke ndonë ka 150 euro. Primer personi ka dhënë 150 euro, dhe një 200 euro. A ma shroma ato paret e ne? I ka pru I këto ka burat, prun këto burat që Po. i ke nartë në burat tjerë. e ne? E ne sa dilsham ato, kur vejnë të mbanes njën ditë natës. Me thonë, re api Sremnici 73 vjeçar, ky çka e bonemi, ky vinte e merte? E ne ki e merte me rapën, e thonë të rapën, në rapë kem puna. Në më thonë, rabe ka Po. përdhunu, 14 vjeçaren. Kishte ky do një biznes? Benzin Zvicre ka marrë. Pensioner Zvicre. I Sremnice. Pa. Edhe vinte, nga e gjetë ki lidhje, për shumë që vinte të kjo Te vajza? unë e ka pa, e pi e vogël e ka pa, kur sunë, kur u ret, Mhm. e në atere I ka ranë i lidhje. ka ranë lidhje, ma të ranë lidhje. I binte, nuk thëmë se, tam shefi, binte dhe një gjamu e mreke me molla, me banane, bike, shështop. Mrapa ranë lidhje me katën e murë, Mhm. e ne shkëshin në fusha, ku i di unë në rapë. Në rap. Pa, Kjo, sa vjeçare është kjo? 52 vjetë. 52 vjeçare, po? Pa. E kjo kete unë e pajti kafe. Një dihere ka kanë. Jo qatë biznisën aja ka puna kumë. Shkoj me pranim. Ajo më burë kështë në salë neve në kënë shkën. Po, okej. Sa gjatë në të timbur? 3 vjetë. 3 vjetë i bëjë. Për një vepër e cila minimum është 10 vjetë. Çka thoshin këto burat? Pa më thushin si mu se unë nuk dësha ta shloj. Jashtë e di hiq dale. E këto burat vejp të numrin e telefonit e në thonte nuk më le tetja, se tete më thonte. Nuk më le tetja dali me ju. Ato mu kërsnëshin telefon, thoshin si mu e lash dalim ne, unë e vetë nuk i përli durët, a më ndëshuj dika tjetër që të dëvrasë. E në unë u freksha drejt, ka dhe se vetë femen jam. Ama në këtë vajzën e kanë bajt me kërstime, si pas akta kuzës, do Pa. të thonë, në këtë vajzën i kanë thonë ta vrasim vlaun, ta vrasim motrën, Ke vlaj, kjo e ka... e ka kërstuar te për te vlaj. Po, ke vlajën te motra e ka kërsnu, e në te une. E në këto burat njësoj, Kjo ka ndodhë për para 3 viteve. po, Sa vite, ose sa muj ti e dish sakt, ka ndodhë e gjithë kjo, dhe më thonë, gjithë ki përdhunimi 14 vjeçar, sa koka zjatë? 1 vjetë, Më thonë, 1 vjetë. po. Për afërsisht, a mund të thona sa bura kanë qenë? Këto, Për afërsisht, për shembull, sa bura mund të thona se kanë qenë? Një 10? sa i ka qitë, nuk di.
Ky taksisti i Tetovës, SS, Po. ky sa i ka nxjerr burra thonë Sa nuk i e ka di. nxjerr burra nuk e di e vetë. Ti do me thonë nuk i mund ta dish sa Po, burra kanë po, qenë. nuk e di unë. E mirë te e ka marrë me taksi, e ka çu primer para hotelit e nësot ka therr njerëz. Veç kanë thirr, kanë hyrë me Po, 14 vjeçaren, kanë dalë. Po. Ose e mbajshin, si thonta ajo, e ka mbajnë sopë e në sallë ka therr. Do të thonë hyn njëri, hyn Njerëz, tjetri. thuj ke hishin diveta, kom pas punë me diveta, kom pas punë me tre, Do të thonë ky taksisti i Tetovës, Po. ky ka qenë më tepër që i ka nxjerr. po. A kjo Maqedonasja? E në Maqedonasja, Mbjemi? ja, Jakub, RJ, po. sa vjet? 55. Kjo me shami, e në kjo i ka qitë. Mhm. I thunte se e në ajo ka shku me pare. Ajo me shami. E ajo shkujte me pare. Po, njerëzit e asaj ja shlon të kësajna. Thonte se, e di i ka paguj mirat, e ajo me shami i thonte, ato gjikakon me ato njerëzi, e qonte me zor thot ndale me ata. Do të thonë kjo RJ, Po, 55 vjeçare në blok 70, Tetovje. po. E rejke primer i ipte dhe një tesha, e në mua më ka thonë në sa i ipte tesha, e në e qyte me shumë veta. Okay. Ajo nuk është në listë. Ajo nuk është listë kërkuar. Jo. Pse? E pa atë se ka ndoftohe. Ty kur të morën inspektorët në pyetje, Pa mua nuk më pejtën asë inspektorët. sot atë vin keq sepse si ke ka tregu kit njerëz që e kanë Po, marrë. Të vin keq? për një Allah që është një shumë keq mbajt. Do të thonë se kit Se nuk i kum lemra, ama në jom frek, drejt kalzë jom frek. jo, s'ke Se nevojë. vet jom, femën jom, Jo, më thushin hiç, do të vrasim, me doftao do të vrasim, më veshin ke derat kalzova, ma qëllin derat, ma marrin në ngjallin. Jo, do të thonë prej sot nuk je hiç nevojë të frikesh. Tregova unë mbrojtjen, edhe nuk je absolut prej Faleminderit pedofilave, shumë, nuk ka. je si të frikesh. Ato janë veç pedofila, burra me pare, të cilat shkojnë me një vajzë 14 vjeçare, të kanë gjetë edhe ty, të kanë mashtruar, të kanë detyruar në kërcënim, ta japësh një vajzë të vogël 14 vjeçare, Po. të cilën edhe atë sipas akt akuzës e kanë mbajtur në kërcënim për motra dhe për vëllain që do t'ja vrasin, edhe e kanë shit me burra të tjerë. Ky është ndër rastet që është më pak mediatik. Nuk është regjistri i pedofilëve, temën që e trajtuam. Është rasti që ka më pak lajme, është rasti që më tepër mi është hesht, është rasti që në bazë të viteve të dënimit, në krahasim me raste të tjera, gjykojeni vetë se sa ju është dhënë dënimi. Kjo gruaja edhe kjo e bëjë të njëjtë profesion. Pa, Vajza në cilin moment u ndërprej krejt kjo. që mos shkoj, kur Po, do me shkoj, thonë, kur si i thonë, ziun të arrestojnë këto. kur shkoj në dom, A pse shkojnë donë? pa e murën se ju kërcënonë në zvete me thek, Kjo. djere, pa. Do me thonë, e një gjë tjetër, nëna vete, a e dinte se vajza Po, shkojnë e donë? dinte. Pse se i kom thonë, i mithusha une, mere se cosa jote den me bura, shkon tër më të posh, mua nuk më gjonte. Unë e thosha më fregëm se më vajnë të dera, pas s'kom që ti qoj në reng, ta unë shkojmë punë, e dinte në në vete. Po këto burat, për shembull ti mo i njifshe fytyrë kur vishin. Po. Kur vinte te dera, Unë buri. s'kom dalë primere dhe ti shof se kush është zhjo, she preqin posh ata. A më ndonjë njonin e ke njoft? Pa, E për shembull njonin Pa, ta e kam pa, edhe diçka. pa. Për shembull, kur vinte ai ta marre, ti a e shifshe fytyrë. pa. E si për shembull, si e Primer, bon? ai prej të posh unë në balkon e shefsha, është personi. Është personi. Ti do njonin e ke taku. E ke taku në fytyrë. Pa, Si si se s'dihen e pyetjen e për si mund një burr, qoftë ai si ti boje 18 vjetë e lartë, si mundet që ta ketë bile në moshën 60 vjeçare, 73 si i përmendim, shkonte me një vajzë 14 vjeçare, si e merrte, si e hypte në vetur. hiç gajle s'kishte, ja qilte derën, hipte, shkonte, hajt. Kom shit rrethi, lagja ku keni jetu, a e din krejt rastin? Shtej i pa, e din. Atëherë, Atëherë në naku.
Po si mendoj se nuk e din kur Po ku e ta kanë di, pa- unë ndoshta e kanë pa, ato e shohin, nuk është e primer mise etike, e kanë pa të hip. Për shembull, ti mendoj se e kanë pa se kjo vajza që ka ndejt te ti, 14 vjeçaria, ka shku me, domethënë kjo Me e ka bo pa. prej moshën 13 deri në moshën 14 vjeçare, këtë Pa. përdhunim në grupe nga burra biznismen. Kjo është një ndër skandalet më të mëdha që është bën në Tetov dhe rrethin, ku këto biznismenet nga Gostivari, Zhelina, Tetova e kanë përdhunu një vajzë 14 vjeçare edhe nuk është rasti shumë mediatik. Faleminderit ty që pranove ta ndash. Nga unë e juve ju falenderoj shumë, se e papajshme. Sot ndihesh keq? Shumë. Pse se ke lajmëruar përpara në polici? Po, a dish të lajmëroj. Sot ndihesh keq? A më një frejk drejt kalzoj, shumë keq ndeja. Se nuk jom pak 10 vjetën e ku mu për familjen të me askushin nuk i intereson të mdej për kërkuna. Normal. Se pranojnë çka Po, ke. veç një zotë e di se nuk ka kom një faj. paret? Paret? Jo, nuk ajo i mbante për veti. I mbante për veti. Paret i mbajte për veti? Po, a më një bote për pishmon, ma mërë të më këshim vra. Okej, për shembull, ajo vajza, kur vinte mbasi e kanë përdhunu këto burrat biznismenat e tovar të shtëpia, çka bojte? Okej, edhe kjo shkon në shtëpinë e fëmijëve. Pa, Atje kur shkon, atje fillon të tregoje? pa. Ku t'ja tregon aty dhe një psikologës? Jo, inspektorit që ka dhënë Tetovës. Inspektorit e tovës, ja Pa. tregon rastin se do me thonë mu më shesin. Pa, Edhe ja tregon me emna. pa. Edhe? E ne atere erdhen, unë se disho se në dëmshelin, se disha se në tese gjimë saba erdhen. Kur razilja, kur dola, asoj policë, ju sa në tigri, nuk e di. Po. Policët, një inspektor ke, Të mbyllën në para burgim një herishe? pa, Pastaj 2 vjetë të gjimës kesh. 2 vjetë e gjysmë para burgim? Pa. Pa ndejten burgen e gjysë vjeti? Pa, Edhe për 3 vjetë, 15 vjetë si e kisha akt akuzën, u ranë 3 vjetë. pa, Për konkretisht ti e dënume për trafikim me fëmijë. pa. Sepse kjo vajzë 14 vjeçare ka ndejtë të shtëpia jote, ti ke Pa. qenë kujdestare, edhe prej të shtëpia jote ka dalë kjo me burra të tjerë të cilët është shitur. Po më intereson dhe dua t'i jap shumë zë, sepse ti ke pranuar që ta ndash historinë tënde dhe unë të falenderoj shumë, por unë dua t'i jap shumë zë këtyre burrave, Gostivarit, të Tetovës, të Zhelinës, të cilat janë biznismen, njerëz të fuqishëm, kanë trafikuar, kanë përdhunuar në grup vet një vajzë të vogël, 13-14 vjeçare, dhe kanë marrë dënim 3 vjet, disa kanë bërë vetëm para burgimin 6 muaj, Pa. janë të lirë, tani dhe më tragjikja, ato që përmendëm në videon paraprake, ata, edhe pse vendimi është i plot fuqishëm i apelit, ndër vite nuk janë tek regjistri i pedofilëve. Pra, sot të jesh biznismen i fuqishëm, mund të abuzosh me një vajzë të vogël, 14 vjeçare, edhe mos të jesh fare publik. Pra, ky është edhe një ndër rastet që më së paku ka marrë vëmendjen e medjave, më së paku janë transmetuar informacione dhe ty të falenderoj shumë që sot dëshiron ta ndash historinë tënde si e akuzuar për këtë vepër për trafikim fëmijësh, konkretisht për vajzën 14 vjeçare që u trafikuan nga biznismenët e Tovar të Gostivarit dhe të Zhelinës. Dhe është një histori realisht e tmerrshme. Thaj se sot je penduar shumë? Shumë, tepër. Këto burrat, a i ke taku mo, a i di që janë të penduma? Jo, sallë kur dullëm pi burgi, e ne nuk më folën, as njëni nuk më folën. Dhe më ti, a ke marrë pare? Jo. Ti dhe më thonë veç gjëna materiale, tesha, ushqime? Ushqime që më ka pravu, veç ki rëa, veç që më ka dhe. Të një mollë, të një banane, që tërse nuk ka pravu. Dhe më thonë, tollat jo? Jo, jo. Para ti s'ke marrë? Jo, s'ka marrë ndarë kur Për vetëm ti ke qenë vedije, se kjo del dhe përdhunohet nga këto burrat biznismen. E Gostivarit, e në pjasa jo në kofte shumë. Për shembull, çka i bëjt ajo?
e kanë maltretuar shumë me shumë veta, e kanë qitë me zorë, me kërcënime. Do të thënë këto dy gra Po. të cilat e shitëshin, e qitë Po, me shumë veta. me shumë veta, e nësë mbi emrin e harrova. Burr, që ishte? Po, taksisti. Se për këto abuzues, përdhunues të 14 vjeçare biznismenët nga Tetova Gostivari dhe Zhelina, sipas ligjit ato duhet të jenë tek regjistri i pedofilëve me emër, mbi emër dhe fotografi, ato nuk janë, por ne sot do t'i përmendim. Bëhet fjalë për Izë nga Stremnica, sa mosh kishte ki? Po, thash 58 i ka. Po, 58 vjeçar, ky që e ka marrë më shpesh që tha, e? Po, SS nga Tetova, ky taksisti, po, që tha, e në ki e ka cili qitë me plot, me këtili ka nxjerrë me plot dihet burra e të në tjerë, sa po, veta, domethënë, po. Ky edhe vetë se ka qenë këtë profesion, tha, se E në vetë e ka përdhunua. edhe vetë ka pasur dhe ka nxjerrë me tjerë. E ka qitë me tjerat, ma në fund të përdhunan vetë. Që nga në rashti, sa mosh kishte ki? Me mu, 55. 55 vjeçare dhe ky e merrte veç për vetë, a? Për vetë, nuk e di që ka bëhe, mirë se me natë. Me natë e ka mbajt. Po, Do ndër ato që cilët nuk e kthente me natë. po, në kjo rajnte, në ajë se kësente. A më 50 vjeçar nga Reqica e vogël, ky e vinte e merrte shpesh? Këti ai, kjo e qita. Gruaja maqedonase e nxjerrte vajzën e re 14 vjeçare me biznismenin nga Reqica e vogël AM, E në plus tjerë, edhe nuk këtë dihet sa. Ashën, Po, i cili ishte nga Gostivari, po, po. nga biznismeni nga Gostivari, me këto të dy e nxjerrte, edhe thaj nuk e di me tjerë Po, me sa. në me sa veta Po këto janë akt akus, pastaj e kena Izën, edhe Okej, këto janë emrat. Presim që shteti të jeti drejt për të gjithë ata, pavarësisht se jenë biznismen apo njerëz të varfër, sepse kur bëhet fjala për biznismen të tillë të fuqishëm ekonomikisht, shteti ka sytë e mbyllur për publikimin e emrave të tyre. Regjistri i pedofilëve është një website i cili jashtëzakonisht i vyshëm për shtetin e Maqedonisë, për shkak se në atë regjistër të gjithë ata të cilët ndrojnë vetbanimin ose jetojnë dhe kanë fëmijë të vegjël mund të shohin se kush janë personat të cilët janë dënuar për vepra të tilla për abuzimin me fëmijë. Gjithashtu, këto njerëz të fuqishëm, të cilët jetojnë të lirë në Maqedoni dhe shteti ka vendosur në arsyetimet, siç e përmenda në videon tjetër, të cilat nuk kanë bazë, të mos i publikoj emrat e tyre, të mos i publikoj fotografitë e tyre, ashtu siç bën për njerëz të tjerë, të cilët si duket nuk kanë ndoshta komoditetin e tyre financiar. Ne presim që nga regjistri i pedofilëve, Ministria e Punëve dhe Politikës Sociale, që sa më shpejt emrat dhe mbiemrat e tyre, si të fotografitë, ti updateoj, ti përditësoj në regjistrin e pedofilëve.com. Faleminderit shumë. Faleminderit se juve. Dhe njëse tjetër dush tush? Si thonë, jom blokau krejt. E s'mund, nuk mundi, as fuqi kam, as kur gjo. Keq në burg jetove? Shumë keq. Keq? Shumë. A dhunojshin gratë qera gjë? Jo. Jo? Jo, mirë. Çka ishte ma keq? Po, pse më shel. Tjetër dhe njëse? Ushqimi nuk bante. S'kishe kush të mbere pa tjetë. Kur gjo, kom hek shumë. Shumë kom hek. Në burg. Ama dhunë dhe njëse nuk ishe? Jo. Nuk ishe? No. Dhe njëse në tjetër në aspektin, dikush e dhunoj të dëkënd, kishte dashnar, përdhunoheshin, në këtë aspekt kishte njëse të tillë? A që? Si u thonë atë në femna me femna shkojshin. Në burg? Po. Si, dhe më thonë kishin dashnore njëra tjetra? Po. Femën me femna shkojnë. Ku, para juve e bëshin? Po, jo, këso bëhemen, so bën tjetër kishte. Ishin dashnore? Dashnore bete, një u bon të mashkull, një në femën, ku di unë, bure gro. Me dëshire bëshin? Me dëshirë. Dhe më thonë me detyrim nuk e qonte? Jo. Ama juve dhe kënë për shumë me detyrim nuk e qojshin? Jo. Nuk kishte Jo, nuk ishte ashtu. Okej, dëri burë dhe një sendë i drejtore dhe një diçka? Jo, no. Okej.